Po ashtu ju jeni e pjesë edhe një kore. Po, unë jam pjesë e korit Simparanton Kids prej PS. Ai është e dirigjuar nga Memli Kelmendi dhe po ashtu asistenti i tij Yll Haxhajdini, të cilët janë një ndër mbështetësit e mi më të madh që më kanë mbështetur mua në çdo haptimin, sidomos Yll Haxhajdini, asistenti, ma ka bu të jenë një shembull i korit ton Simparanton Kids dhe Simparanton Choir. Është një ndjenjë shumë e madhe për me qenë pjesë e korit Simparanton Kids, po ashtu edhe pjesë e korit Simparanton. Çka ke mësuar mas shumë ti prej korit, sepse është edhe një aktivitet ekstra prej kësaj rutinës që është goxha e mbushur me me aktivitete. Aty ka mësuar disiplinë, bashkëpunim dhe shumë gjëra të ndryshme. Po pra, është një diçka që me të vërtetë është edhe ju plotëson si person. Po. Kjo është ajo magjia e muzikës, mundem me thonë, që me të vërtetë e keni botonën edhe duket se është një flusk. Kështu që... Po, si një flusk. Doja të rikthehem prapë tek pjesa e këndimit. Pra, jo e keni bo dy covera, por çka mendoni për këndimet solo apo këndimet në grup, duetet të ndryshme? Unë i preferoj dyat, por kisha preferu ma shumë solo, sepse edhe mund ta vërtetosh zërin tënd a është i vërtet apo nuk është i vërtet. A duket se është kjo pak më e vështirë? Po, pak më e vështirë është, edhe për shembull kur ta bën në grup me korin Simparanton, kur të bësh pjesë në kor solo, atëherë është më mirë. Duke marrë parasysh që je re në moshë, cilat janë ato sfidat kryesore që i ke po? Sfidat kryesore që i kam po unë fillimisht i kam po kur kam qenë e vogël, kam qenë pak e egzageruar edhe emocionuar shumë se ku do të arrijë në vazhdim. Është ajo, ndoshta ajo frika, po edhe e mirë është ajo, sepse nëse do në diçka të shumë, atëherë dhe ke një frikë se çka do të bëj më vonë, pra gjithmonë e mendon më thellë atë pjesë. Po. Kjo gjë është me të vërtetë tepër e mirë, sepse tashmë ju e përmendët edhe fakultetin, pra edhe gjitha goxha do vite para, pra të planifikume. Po. Nëse nuk do merresh me muzikë, me çka do merresh? Do të merresha me aktrim. Mundem me thonë pak e për afërt, po edhe aktrimi e ka atë filozofinë e vetë. Po. Pse pikërisht aktrimin? Aktrimi se edhe me aktrim është diçka një pjesë shumë e bukur, po ashtu edhe me muzikë, dyjat e kanë vendin e vet, dyjat janë të veçanta. Pra mundem ndoshta me po edhe një kombinim të këtyre dyjave? Po, ashtu kisha thonë edhe unë. Po ashtu edhe në korin Simparanton na vendosin ndonjëherë edhe me aktrime, për shembull kur kemi videoklipe të ndryshme, atëherë edhe duhesh të aktrosh me disa procedura të ndryshme ku i ke nga dirigjenti Memli Kelmendi. Pra këto goxha kombinohen mes vete. Po. Kështu që e keni praktik, je një orë pak me këto dhe po besoj ki rrugë të hapura, vetëm vullneti. Po. Po ashtu doja të rikthehem prak tek këngët. E përmendëm që ju i keni 2 videoklipe. Po. Si ka qenë ajo eksperjenca videoklipe? Eksperjenca e 2 videoklipeve të mia ka qenë një eksperiencë e paharrueshme që nuk do të harrohet kur. 2 coverat e mia janë një eksperiencë që kur nuk do të harroj, sidomos tek Këtë ura, sepse është një ndër këngët e mia që më pëlqen më së shumti, sepse flet që edhe për vendin e tim, edhe nëse ka çfarëdo që ka, unë prap do ta dua. Cila ka kërkuar ndoshta më shumë para përgatitje apo cila ka qenë është dashur ndoshta mundu më shumë për me dalë më mirë ajo po. Pse jemi të ndorë ka kërkuar shumë punë, se po ashtu ka qenë edhe coveri i parë, edhe po ashtu kam qenë emocionuar, kurse te coveri i dytë nuk kam qenë fare emocionuar. Si kemi menaxhuar emocionin ndoshta tek i parë, tek coveri i parë? Te coveri i parë i kam menaxhuar me kalimin e kohës, sepse ne për shembull kur ta qizojmë ose kur ta bëjmë videoklipin e këngës, ne e bëjmë për një ditë. Do me thonë, ajo do të shkoj gjysa e ditës duke bërë videoklipin. Pra, merë goxha pak? Po, merë edhe për shembull mund ta bëjmë me një kohë të mirë e cila na merë kohë, po ashtu edhe nga Mudi Beroni. Po dhe do të me po të ashtet me shiko dhe motin, se si është shko përshtatet, me zgjedh vendin, janë ato specifikat që besoj që kanë shumë, do me thonë, kuptim dhe ato detajet e vogla, janë ato që e bujnë ma të bukur në videoklip. E vërtet.
Cila është ëndra jote? Ëndra ime është që të bëhem këngëtare dhe t'i preki mojat në fund të fundit. Dhe kam dëshirë të bëhem si këngëtare Albina Kelmendi. Pra, do t'i prekum edhe sfera ndërkombëtare. Po. Kjo është një gjë që me të vërtetë është shumë e mirë dhe në qoftë se ne punojmë në këtë drejtim, atëherë do t'ja dalim. Nuk kemi të ndalur. E vërtet. Cilat janë ndërsa disa gjëra që duhet me pas një këngëtar sipas teje? Pasionin, së pari duhet me pas pasionin për muzikë, sepse kur nuk e ke pasionin, nuk mund t'ja dalësh aty ku arrin, edhe në fund të fundit do të arrish në muzikë. Cilën artist ndoshta do të bashkëpunoje, do bëjë ndonjë duet apo cili do të përshtatej më shumë? Unë do doja me të gjithë këngëtarët shqiptar të bashkëpunoja, por edhe unë disa këngëtarë që janë më të veçantë për mu. Pra po i potencojnë? Po, janë Ramadan Krasniqi, Dani, nga Peja, edhe po ashtu... Shto dhe vendasaj? Po, Edi Ermeni. Edi Ermeni është një ndër mbështetësit e mi më të mëdhenj prej këngëtarëve, i cili me ka mbështet mua në çdo haptimin, edhe falenderoj publikisht që më ka mbështetur mua në çdo haptimin, sepse më ka thënë mos ta ndali kur muzikën, sepse zëri im meriton më shumë. Po ashtu do doja të potencoja edhe njëherë mbështetjen e modë, sepse me të vërtetë në një vajzë kaq e re, nuk ishte mujt ndoshta me arrit pa pas mbështetjen e familjes, shoqërisë, shkollës e kështu. E vërtetë. Unë kam një mbështetje së pari nga familja ime, e veçanërisht nga nëna ime, e cila më ka pruar deri këtu edhe nga gjyshi im, e po ashtu edhe nga këngëtarët Ramadan Krasniqi dhe Edi Ermeni, po ashtu edhe nga mësimdhënësit e shkollës time, Gjemal Koda, edhe drejtori Bajram Qeku, po ashtu edhe kujdestarja ime, Fjedoreta Abazaj, po ashtu edhe arsimtarja e matematikës, të cilët ma kanë përkrahur mua shumë, edhe arsimtarja edukatës shtetare, se po t'i përmendi krejt tani lypin se cila një nga një, sepse mund t'ju ngel hatri. Po ashtu edhe 3 shoqet e mia më të ngushta, të cilat janë Onida, Eda edhe Agnesa, më kanë përkrahur mua në çdo haptimin. I falenderoj pa mos. Faleminderit teje, ndoshta që ti e ke marrë këtë iniciativë dhe e ke shpreh talentin tënd, po ashtu dhe i ke vu krenar gjitha persona që ju i falenderova. Po. Atëherë, nëse nuk të lodhem shumë, a kishë mujt me vu ndoshta një këndim këtu live studio, cilin kover që dënë, apo një këngë që ti të pëlqen. Po. Kisha pas dëshirë me këndu këngën time, Psejmi të ndar, një pjesë të shkurt. Në manastir shkova të shkruaj shkronjat e liris, ti këndoj vardari to për mes Shqipëris. Një dit pyta babojnë tim se jemi të ndar, mu përgjith me zë të lartë se jemi shqiptar.